Ke bërë aty për do të hamë ty. Ja, ma burr, nuk është e vërtet kjo. Si s'është e vërtet kjo? Shiko, qytetarët janë shumë të kënaqur nga fitoria e Bashkisë Krujës. Ore ç'a mendojnë te Selia PD-s të Shqipëri ore? Atë që mendojnë qytetarët mendojmë se ç'a do mendojnë. Domethënë, unë mendoj që njerëzit janë shumë të kënaqur nga fitoria dhe besoj unë që kjo traditë do vazhdojë tani, sepse u vendos gur shumë i rëndësishëm themeli për fitoren e PD-s. Në gurin e themelit thuaj ti, po unë do ta bëj pyetjen të drejtë për drejtë. Po. Sali Berisha çfarë të tha në momentin që mori KAS vendimin për rinumërimin e votave? Nuk kam diskutuar me të kur vendosi KAS, po sigurisht që më ka bë mesazh për rezultatin historik në Bashkinë e Krujës, ndryshe nga kandidatët e tjerë, edhe më ka telefonu, domethënë që më ka uru për rezultatin. Besoj duhet ketë qenë 4-5 ditë mbas zgjedhjeve kam përshtypjen, që më ka marrë në telefon. Për fitoren në Krujë. Për fitoren në Krujë edhe për rezultatin tim. Po ti s'dole deputet? Po nuk ka rëndësia dole apo s'dole deputet. S'ka rëndësi, po për çfarë bëre deputet? 8120 vota personale. Ore ti po, se këto janë pa po i ke pa diasporën për. Janë pa diasporën. Kështu që më ka uru. Tani çfarë të tha Sali Berisha për këtë aksionin tënd që kërkoi rinumërimin e votave dhe ty ti është tjetësuar vota? Nuk kam diskutuar për këtë çështje. Nuk të ka marrë, asnjë funksionar tjetër i PD-s? Jo, unë e kam vazhduar betejën time domethënë për ta çuar. Po patjetër që ata besoj nuk e lumturuar. Shiko, Roland, unë jam kandidat që kam bë 4 kërkesa në KAS. Një si Aulon Kalaja, një si Parti Demokratike që ka kërkuar pavlefshmëri zgjedhjeve, por unë i kam fut kutit në aneks të kërkesa që ka bë PD-ja, Partia Balli Kombëtar Demokrat ka kërku transparencë për mu, është rëzu nga KAS-i dhe më në fund është legjitimu Partia Lëvizja Legalitetit. Partia Lëvizja Legalitetit që ka pas interes lishëm për kandidaturën time në qarkun e Durrësit, pra rrugët për me shkute zoti janë shumëta, edhe për me shkute e vërteta në këtë rast. Unë kam ndjek 4 rrugë. Tani, nëse këta nuk duan me i hap gjitha, ne kemi kolegjin zgjedhor, kemi gjykatën kushtetuese, kemi dhe gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit. Kishte PD-ja një 10 djem si Aulon Kalaja? Po i ka PD-ja. Po i ka mo? I ka. Tani, Aulon, unë nuk kuptoj një gjë, që Partia Demokratike ka nisur një aksion për të denoncuar atë që ata i quajnë farsën elektorale dhe vjedhjen e votave të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës ndaj Partisë Demokratike. Është shumë e vërtetë. Po prit, pyetja nuk e bëj për PS-n. Mirë. Pyetja është, si akuzoni ju PS-n kur në PD kanë vjedhur njëri tjetrin? Tani unë nuk e di. A kanë vjedhur njëri tjetrin? Po kjo do shihet tani nga KAS-i. Më fal, kur ty të tjetësojnë 2 vota në një kuti. Po. Çfarë është kjo? Çfarë emri ke vënë ti? Do ta shikojmë këtë histori. Si do ta shikojmë? Po do ta shikojmë se kur të hapen të gjitha kutit. Tani këtu kemi më fal tani, a ka komisioner çdo parti aty? Po. Domethënë është edhe i PD-s i PS-s. Marrin dy të mëdha atje. Po. Mos llogarisim komisioner të tjerë. Atëherë çka ka ndodhur? Ka qenë marrëveshje tyre që ato 2 vota t'ia heqin në Aulon Kalas? Nuk e besoj. Unë se di, nuk e di, nuk jam i paqartë. Edhe unë kam ngeli shokum, ta them me sinqeritet Roland. Tani unë kam shkuar i kam thonë qytetarëve më jepni votën. Ata më kanë thonë more do ta japim votën, po do na emrosh? Kjo ka qenë pyetja. Ta them me sinqeritet. Do të kjo është ajo që ti po e mbron votë? Po patjetër më zotni. Po më japin mua votë qytetarët nëse unë si shkoj deri në fund kësaj pune? Po unë jam suk shumë, unë kam hyrë me faqe të bardhë në politik. Edhe du me dalë me faqe të bardhë. Unë s'do rrishin vjet politik. Unë betejën time do ta çoj deri në fund. Ta thash deri tjetër, jam kandidat që i kam pa votat jo nga televizori. Nëse kandidatët e tjerë i kanë pa nga televizori, unë kam net non stop aty. Edhe te Feti Borova kur është numëruar diaspora, edhe në Krujë, edhe në KZZ Maria Kaçolini te shkolla Durrësit. Jo, bravo, bravo Aulon. Kam net 9 ditë pa gjumë. Ore PD-n tani, si mund ndodhi kjo që në PD tjetër vota? Ore, unë nuk besoj që Partia Demokratike i ka thonë këtyre merreni votat Aulon Kalasa, kjo nuk not, ta them me sinqeritet. Nuk do ta besoj kur këtë. Fare. Jo, nuk e besoj njeri këtë që drejtuesit e PD-s i thon komisionerëve që bënin këtë gjë. Nuk e besoj. Okej. I krish pra. Por ka një moral historia. Kur ty të kanë tjetësuar votën në PD, si kërkon ti edhe thua ka vjedh PS-ja. Ore, kërkoj dhe unë atë, po ta them unë si e kërkoj. Unë kam qenë kandidati që kam çuar SPAK Këshillin e Ministrave, e kam kallëzuar, sepse kanë fal gjoba 2 ditë para zgjedhjeve. Dhe unë i kam kërkuar SPAK-ut që të hetoj dhe të vej para përgjegjësisë Këshillit të Ministrave. Verifikova mbledhjen, Edi Rama nuk ishte qenë atë mbledhje. Po kush e drejtoi mbledhjen? Një nga këta, tjerët. Zonja Balluku, nuk e di kush e kishte drejtuar. Po pra, zëvendës kryeministra, gjithmonë sa herë ka mbledhje problematike, si te incineratorët Edi Rama nuk merr pjesë, sepse kanë shkel ligjin. Kanë shkel ligjin. Në Roland, di çfarë thot ligji?
4 muaj para zgjedhjeve, deri informimin e qeverisë re, nuk mund të falësh dot gjoba, nuk mund të bësh politika fiskale, nuk mund të bësh dot tender etj etj. Unë e lexova këtë, ta them me sinqeritet, e kam bë për 15 minuta kallëzimin. E kam bë vetë. E kam shkruajt vetë. Kam shkuar në SPAK dhe e kam çuar atje, sepse unë mendoj që falja e gjobave 2 ditë para zgjedhjeve ka ndikuar drejt për drejt. Ka ndikuar? Absolutisht po. Dhe kjo është detyrë e SPAK-ut ta verifikoj tani, si qysh tek. Dhe ç'a mase ka pas. Kjo është një nga fituar gjobat. Gjithë edhe unë kam përfituar. Kam përfituar dhe unë nga gjobat. Po ti unë jam pro gjob, jam pro faljes gjobave, po jo 2 ditë para zgjedhjeve, më burr. Ç'është kjo punë tani? Ti ja falësh 2 ditë para zgjedhjeve. Ç'a gjobe ke pasur ti që të kanë? Covidit, më burr. Kam pas një 300 gjoba nga Covidi, se unë s'masha mask. Domethënë, edhe tani mos më të shpën tani. Po, i bëj kam bërë thirrje sa ishte shumë 300.000 lekë më e madhe se kam dalë te protesta teatrit kombëtar. Unë protesta, ata thonin rrinin në shtëpi. Unë isha në protestë atëherë. Se edhe këto gjobat janë falur tani. Po, tani janë fal. Me këtë vendimin e qeverisë, domethënë. Po ti gjoba AKU-s. Ti votove PS? Po qa pësoj të votoj, si mund të votoj pësën? Po ma ti po thuaj që ndikojt. Po ndikojt e popullit, e masat, po dhe unë jam kandidat si mund të ndikojt e unë, që tani të është shmenduri. Ka ndiku i 100%, si që ka ndiku bonusi pranveror për pensionistët, 100 euro vota për pensionistët. Jo, një sekund. Ne dim që pensionistët zakonisht votojnë majtas. Te gjoba njërë. Po një kategori tjetër biznesmenve, këtu ndoshta mund të kemi, mund të themi. Ore, AKU-ja, gjobat e AKU-s, gjobat e IKMT-s, gjobat e IMT-s, gjobat e Covidit. Po të doganës? Nuk e di, të doganës jo, po më thënë se nuk du t'jem shumë i saktë. Po të tatimeve? Di që ka pas gjobave të kësaj, do më thënë të policisë. Gjobat policisë. Pra nuk du t'abuzoj me këtë, po, nuk du t'abuzoj, po këto të 4 i kam lexuar vetë. Pra që do të thotë, ore, ditë që do më thonë gjoba i KMT se burë, mund t'jenë 13 milion lek gjobë, e kupton? Pra ti direkt aty e jep votën. Unë jam pro asajt, sepse pse i fali qeveria, pastaj kush je ti që sillesh me buxhetin e shtetit në këtë lloj forme më burë? Ku i morë ti këto histori? Tani opozita premton të falin e gjobave, këta e bën fakt krym. Sepse ai është mjeshtër për atë punë. Pra e boni, jam shumë dakord që e boni, po jo 2 ditë para zgjedhjeve. Bonusi i pensionistëve, nga 100 euro pensionistëve. Asfalti elektoral. A di çfarë debatesh kam pasur me partinë për asfaltin elektoral, se unë kam qenë pro asfaltit elektoral. Kam qenë kandidat i vetëm që kam dalë dhe kam thonë orë të shtrohet asfalti. S'ka si lloj problemi. Edhe më thanë këta bashkëpunëtorët e mi, orë si del ti dhe thu këtë gjë, sepse kjo është në shkelje të ligjit. Aman më burr t'ia shtrojnë rrugën, s'ka si lloj problemi. Se janë parat e atyne, t'ia u bën jetën më të lehtë, po unë bëna gjë tjetër Roland. Në fshatin Larushk, në fushkruj, mora një metër, e bleva 2000 lekë në material ndërtimi dhe shkova mata asfaltit. E si ishte? 2 cm. Asfalti duhet jetë 10 cm minimum. Unë se disha, mora inxhinier në telefon e i thash, ore, sa duhet jetë asfalti, burr, asfalti i fshatit. Tha, nuk ka asfalt në 10 cm. A ishte 2? Ishte 2 dhe ishte plasarit për një javë. Dhe ju thash ty në zotnive, jam pro asfaltit elektoral, nuk do ju denoncoj, po të paktën shtrojeni tamam, domethënë, që mos dalun me metër me mat asfalti. Jo, nuk mora përgjigje. Unë i ftova dhe publikisht kandidatët në debate dhe s'mora përgjigje. Tani kalojmë një aspekt politik. Ky është aspekti teknik. Alon, ç'po PD, Alon, se ti kandidati PD-s, sigurisht ti nuk je antar kryesie, ti nuk je në atë establishmentin lart fare për të marrë vendim, po ç'po ndodh PD? PD ka humbur e thot Fajneka Edi Rama. Shiko, me të thënë drejtën, unë mendoj që Partia Demokratike po vepron mirë në një aspekt tani për atë që quhet zgjedhjet manipulume, sepse unë gjykoj e vetmja rrugë që ti mund denoncosh janë Washingtoni dhe Brukseli. Pra janë për këto rrugë që po ndjek Partia Demokratike. Po Washingtoni ju thatë ne jemi sovranistë, s'pyesim voton popullin shqiptar. Kush tha që sovranistë? Partia Demokratike. Jemi sovranistë, nuk pyesim Amerikën, nuk e kam dëgjuar këtë deklaratë. Se ke dëgjuar apo nuk e qenë? Jo, nuk e kam dëgjuar. Pas ke qenë me ata fushkruajës atje. Jo, nuk e kam dëgjuar këtë. Po më fushkroi George Bush kam qenë, gjithsesi. Pa ardhur në pushtet Trump, Boshti. Me këtë janë histori të tjera para. I qëndrimet Partisë Demokratike ishte sovranizmi. Ne nuk pyesim, tani befas edhe ambasada amerikane këtu u kthy në seksion Partisë Socialiste para pak kohësh. Edhe ti kështu mendon? Unë po. Seksioni Partisë Socialiste. Kam me fakte atë. Po si e ke? Unë kam me fakt, patjetër. Si e ke fakt? Po të them vetëm një fakt. Në 2021 unë kam qenë KZZ-n e Krujës, po numëroheshin votat. Kur shoh notification telefon, Yuri Kim, bravo i qoftë Edi Ramës që fitoi zgjedhjet, urime Bashës për garën e fortë. Po urime pse? Ne ishim duke numëruar votat më burr. Po duhet kesh respekt për votën më burr. Ç'është ky mesazh? Që marrëm. Po fare më ne ishim numërim më burr, dhe ti e di se je gazetar i vëmendshëm. Ka qenë 3 ditë pas. Të lutem, kemi qenë duke numëruar votat, unë e maj mend, orë më ka ardhur notification telefon.
Kush është ajo që thot do hani bar demokratëve? Demokratët zgjedhin vetë kryetarin e vetë partisë. Çfarë është kjo histori? Jam shumë dakord që ne jemi krijesë amerikane, Partia Demokratike është krijesë amerikane. Unë majmen kur erdhi, e kam lexuar, ti e majmen më mirë se unë, rajsoni me James Bakerin kur u bë mitingu i Partisë Demokratike. Patjetër që është krijesë amerikane. Kjo tjetra, me sa diun, është krijesë jugoslave, e ka bërë Dušan Mugosha, Miladin Popovici. Me sa kam lexuar nga historia, ti je historian më mirë se unë, patjetër, por ta lesh Partinë Demokratike në një kënd tani, ti thush Partia anti-amerikane nuk mund ta bësh dot, nuk shkon. Partia Demokratike është krijesë amerikane. Tani ç'a mendoj unë për zgjedhjet? Në rast se këta do bënin komision hetimor parlamentar, unë jam totalisht kundra. Churchilli na ka mësuar që në rast se do të dështosh çështje, krijoi komision hetimor parlamentar. Siç u bën 2021. Ta duan të dështojnë? Jo. Unë menoj që rruga që po ndjek. Jo, nuk do shkojnë komision. Unë po bën komision hetimor parlamentar me i mush menjën e Diramës që na ke vjedh votat, unë do dali pari kundër. Më fton studio dhe do them qëndrimet e mia. Unë mendoj. Ç'do të bëjnë? Kjo që po bëjnë tani, pra me shku në Bruxelles atje, shiko, do kemi mision Fakmblec nga PPE-ja, është partia më e madhe në Europë. Është partia djathtë, e cila sot mbizotron në Europë, do vinë në Shqipëri atë, nuk është pak. Në fundet certifikohen në OSBE Odiri. Patjetër, por ne do presim dhe OSBE Odirin për raportin final, Po pra, ajo do të jetë besoj nga shtatori. Po do ta lexojmë ata me vëmendje dhe do të jemi. Nëse ajo certifikon zgjedhjet pastaj si bëhet? Shiko, unë gjykoj që misioni Fakmblec i PPE-s që do vinë në Shqipëri është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Jo për Partinë Demokratike, ta them me sinqeritet, për standardin e zgjedhjeve që do vendosen. Erland, do të bëj pyetje. A të bëri përshtypje ty disa kandidatë që morën nga 21.000 vota kësaj radhe? Pa kontribut publik. Njerëz si thonë asnjë gjë shoqërisë. Sigurisht i bëri përshtypje edhe vetë Partia Socialiste. Pikërisht pra, janë njerëz cilët janë me flamujt kuq. Mandatet e tyre janë me flamujt kuq. Çka ka ndodhur tani në Durrës? Do të marr vetëm një shembull. Një kandidat i cili në 2021 mori 2500 vota, ishte në garë, kësaj radhe mori 21.000 vota. Por çka ka ndodhur me këtë njerëz? Si ka mundësi që ky merr më shumë vota se Edi Rama? Edi Rama ka marrë 15.000 vota në 2021. Ky merr 21.000 vota. Atëherë këtu kemi një grup strukturum kriminal që ndodh mas këtij. Pikërisht kjo goditja që dha Spaku tani. Dhe unë me Spakun jam nda vetëm për një arsye. Si ka mundësi që nuk bëni arrestim para zgjedhjeve? Si ka mundësi që certifikoi rezultatin e zgjedhjeve? Dhe goditi këtë grupin pas zgjedhjeve. Spak nuk certifikon rezultatin e zgjedhjeve. Unë fola figurativisht për. Aulon, fola figurativisht. Ky Spaku duhet të reagonte për këtë, se ka marrë 21.000 vota i zotnia dhe 21.000 vota janë 2 mandate deputetësh. Roland, po mos merrte 21.000 vota. Dakord. Jo, po mos merrte unë isha në parlament. 83 mandate. Po. PS ka vjedhur 3, ka vjedhur 13, ka vjedhur 23. Po jo 33 më Aulon se ka unë PD dhe pik. Po më dëgjon çfarë po them? Unë po flas për qarkun e Durrësit. Në qoftë se ai zotnia nuk do merrte 21.000 vota, unë do isha në parlament. Kaq e thjeshtë është burr historia. Dhe unë mendoj që i kanë bërë dy gjëra për Shqipërinë. Jo se kanë bërë namin, më kupton. Unë mora 8120 vota me forcën e mia. Pa bleja si vot, pa grup kriminal mrapa, i kam thënë Spakut ma vendos telefonin për gjim, kam qenë kandidatun, i kam thënë Spakut. Më vendos mu në përgjim, vullnetarisht, jam paraqit aty. Po sinqerisht, por t'i thonë dhe kandidatëve tjerë. Ti ke thënë Spaku po tjetër, e ke me video, po deshe ta çoj. I kam thonë më vëm përgjim. Unë nuk kam dalë në pazar me ble kastraveca domate, me ble vota, nuk blej unë vota. Në mos u bofsha kur deputet një vendim. Edhe ke marrë gjithë ato vota. Por absolutisht, prandaj bëra thirrje, pra vendosi kandidatët e tjerë në përgjim. E di që duhet urdhër gjykate, po shumë e thjeshtë më Erland. Ata vinë si peshku në grep. Janë njerëz cilët janë koka turku dhe mbesoni, po ta them nga kjo studio, në parlamentin e ri nuk do jenë deputet disa prej tyre. Cilët për shembull? Nuk do jenë. Edhe në qark Durrësit do kesh njerëz që s'do jenë. Jo, ne i thumë emra. Po jo, pra do dalin emrat. Mirë, kam një pyetje të drejtë për drejtë. Ti si dashnori ligjeve dhe rregullave juridik. Në statutin e Partisë Demokratike shkruhet: kryetari që humbet zgjedhjet largohet dhe nuk kandidon. Zoti Berisha thotë unë jam misionar. Tani Zoti Berisha nuk njeh zgjedhjet, është shumë e thjeshtë. Po tani nuk njeh zgjedhjet. Ne nuk kemi certifikim zgjedhje. Një sekond, lutem tani. Tani Berisha nuk njoh as gjykata, po gjykata pastaj për atë shkak e izoloi në shtëpi. Po nuk i njoh gjykata. Gjithsesi. Nuk i njoh. Se vendosi dhe standard. Mirë, është tjetër gjë, vendosi dhe standard. Ti thërret gjykata, shkon gjykati? Shiko, duhej le, unë kam shku në Spak, kam dërgu, unë kam dërgu në Spak. Qose të thërret gjykata, a shkon ti? Fal pra, Qose ti nuk shkon pasaj? Roland, duhet kemi parasysh dhe procedurën që unë do ishte rasti zotit Berisha.
Po pa diskutim që ishe e gabuar. Po pikërisht pra, po kjo është shumë e rëndësishme. Kjo nuk do të thotë që Berisha të shpërfil gjykatën. Po jo, kjo nuk do të thotë që Berisha t'i pudh dorën dikujt që ka shkel ligjin këtë rast, sepse duhet ishte procedurë parlamentare. Jo, nuk të zgënjej. Po mbaj parimin pra. Sepse ti je parimor. Po pikërisht parimin, po s'po mblet ta mbaroj. Kur të thërret gjykata shko. Po më fal pra dhe herë, gjykata, ai ishte deputet i Kuventit të Shqipërisë. Do duhej procedurë. Por ishte gabim gjykata, po kur thret gjykata shko. Po si është gabim gjykata? Çfarë do të them kur është gabim kur gjykata thot vrit veten, të vras veten unë? Jo, gjykata nuk thot. Po nuk thot se thot ti. Jo, gjykata thot. Gjykata që shkel ligjin ka sens? Gjykata thot hajde këtu. Po pra, po ka sens gjykata që shkel ligjin pa procedurë parlamentare? Vendimi i gjykatës është i gjykatës. Ne mund mos ta pëlqej, jo mund, po as mua nuk më pëlqen. Po Berisha gaboi që nuk vajti. Kjo është e diskutueshme, ta them me sinqeritet. Ta them me sinqeritet, prandaj po të them që nëse ata do kishin zbatuar procedurën parlamentare, është shumë e thjeshtë më burr. Numrat i kishin. Pse nuk e bën këtë gjë? Ky është argumenti juridik i saktë. Po ky është argumenti. Por Berisha duhet të shkonte. Ky është argumenti. Tani për sa i përket. Dhe në statutin e PD-s ti thua nuk njeh zgjedhjet. Nuk njeh zgjedhjet pra. Po kjo është për qesh. Po jo pra nuk njeh zgjedhjet, përderisa nuk njeh zgjedhjet, do ta çoj farsën, domethënë deri në atë pikë që do shkoj, do merren ato vendime që do merren, sigurisht që do ketë reflektim. Unë gjykoj që po. Nga kush? Nga të gjithë. Nga unë i pari. Unë po reflektoj tani. Po ti ke përgjegjësi për humbin e PD-s. Ti ke marrë 8 pjesa vota më. Jo më, ne parë ne fitojmë bashkë. Po pra, po që këtu do filloj analiza. Pra, po ç'analizë, po ç'përgjegjësi ke ti? Unë mendoj një gjë Roland. Çdo njeri duhet të fillojë nga kutia vet. Si ka dalë te kutia vet? Te kutia ku ka. Mirë, po të bëjnë pyetje të drejtë për drejtë. Okej, zoti Berisha. Po zoti Bardhi që është numri 2 i PD-s, edhe është edhe kryetari i grupit parlamentar. Gjithë kanë përgjegjësi për zgjedhjet për mendimin tim. Gjithë këtu futi kryesin, drejtuesin? Gjithë. Nga Berisha? Berisha? Po të gjithë. Nga Bardhi? Po të gjithë më burr kanë përgjegjësi. Po na thon sa emra tani mos. Po çe emrat janë të qartë më burr, drejtuesit e qarqeve. Ti mbledh të gjithë që mos. 12 drejtues të qartë. Po patjetër më, po është e vërtetë ajo. Unë mendoj që duhet nis analiza tek kutia. Te lagja jote. Si ke dalë te kutia jote? Në rast se ti nuk fiton kutin tate, unë jam dakord me shprehjen që asnjë profet nuk pranohet në vendin e vet. Po kjo është për Jezu Krishtin, nuk është për ne. Ne jemi në politikë. Asnjë profet nuk pranohet në fshatin e vet. Po pra, në fshatin e vet. Kjo është për Jezu Krishtin, ta thash. Ne në politikë matemi nga kutia jonë. Unë te kutia jonë. Po ata drejtuesi qarqeve ishin listë mbyllur, ata ishin në rregull. Po mirë pra, po duhet me pas raport me kutin tate. Si ke dalë te kutia, pastaj te grup seksioni, pastaj në qytet, në fshat, ku ke kandidu. Tani, unë po të them, te kutia ime Roland që t'japi shifër, unë personalisht ka marrë 199 vota, personale, si Aulon Kalaja. Partia Socialiste ka marrë 185 vota. Pra jo si PD. Si PD kemi marrë më shumë. Unë po them si Aulon Kalaja, pra ka mund Partinë Socialiste. Unë mendoj që këtu duhet bë analiza. Në rast se ty nuk do lagja, nuk do qyteti jot, po ikë burr çaj i bën qaf politikës. Thuaj emra Aulon. Çiban nuk mund të jesh. Po jo përse do dalë analiza burr. Ti ke sot kryetar, deputet që nuk kanë fituar kutinë dhe nuk u bën analizë. Jo, m'fal. Unë do jemi parë që do ta kërkoj. Ti je i bind për këtë gjë. Në rast se nuk bëhet analiza në parti, do të vi ta bëjmë këtu. Po e vije për në studio, unë ati nëzora votat në studio. Ore analizat ti e bëdo. Ore zotri, jam kërkove votat. Ati sola votat në studio. Ti e bën. Je gazetari parë që ke nxjerr votat në studio. Absolutisht ti e bën analizën në çdo studio. Po pra. Dhe për këtë meriton lavdërime. Po problemi është që duhet bërë atje apo? Atje do bëhet. Në rast se nuk do bëhet, do vinë në studio dhe ta bëjmë analizën këtu. Këtë po të ti ke interes për këtë punë. Kam një pyetje Aulon. Një deklaratë e avokatit zot Berisha Genz Gjokutaj. Po. Në fakt ishte një shumë e fortë, një prononcim shumë i fortë i tij, me pak a shumë me këto fjalë. Ata që bëjnë përpjekje për të larguar Berishën, do t'i përgjigjeshin deri fizikisht dhe kjo ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme. Si komentove ti këtë? Me thonë vërtetë nuk e kam lexuar si status, e kam dëgjuar që është komentuar nëpër studio televizive shumë. Ani mos rri vetëm atje në fushkruaj. Po jo mos po rri në fushkruajën, po unë jam duke bë betejë më burr, ju se kuptoni betejën. Se kuptoni. Jo, betejën KQZ, betejën kas. Ora unë prandaj kam thirrur. Ora unë shoh gjithë natën video, të votave. Sepse janë 493 kuti. Nuk kam unë kohë me i ndjek të gjitha, po unë për respekt pyetjes patjetër, unë nuk i bishnoj pyetjeve. Nuk jam nga isoj njeriu. Tani, unë mendoj që është gjuhë shumë e ashpër që ka përdor Gjokutaj. Nuk e dia e ka me persona konkret. Se në fund thot ata gay thot edhe lesbikët që duan të bëjnë këtë. Tani
Këtu më ke prekte fusha ime, se unë jam pro familjes, unë ta kam thonë dhe herë tjetër. Po pra, ai e ka shkruar brenda PD-s. Unë jam pro familjes. Ka një grup në PD thotë që duhet të bëjnë këtë gjë. Jam kundër atyne që i thon babës prindi 1 dhe nonës prindi 2, unë personalisht. Nëse ka grup dhe ke merit për këtë dhe bravo të qoftë. Faleminderit. Dhe me këtë rast më fal. Tani do të uroj kështu publikisht, je bër baba, shumë urime, të troj vajzat. Falenderoj shumë. Dhe jam gëzuar shumë për këtë lumturi dhe moment shumë të rëndësishëm ty personal dhe familjes tënde. Si quhet vajza, si vure emrin? Quhet Danja. Pse Danja? Ka një kuptim në një? Kalaja Danjës. Kalaja Danjës, ë? Edhe ajo është Danja Kalaja. Edhe kur bësh baba, bën dokumentar. Faleminderit Lan për edhe për urimin. Danja u bë më shumë se një shekull. Faleminderit. Shëndet dhe jetë të ketë dhe t'i ngjaj babait dhe të ecë në rrugën tënde. Por koçidoj Danja lindi kur ti po merreshe me numërimin. Po, këtë ditë ka një javë është vajza. Një javë. Sot biles bëm konsultën e parë edhe. Jam shumë i kënaqur. Jo, konsultën e parë, po, edhe vendimi kasë. Po, patjetër. Që nga një ogur i mirë. Më mirë fare do ishte të merrje mandatin e deputetit. Po s'është, po mandati aty është Orlan, se shiko, unë i kam thonë atyre njerëzve si me mandat si pa mandat mu do më keni aty. Ndonjëherë politika nuk bëhet vetëm parlament. Politik po bëjmë ne tani kemi orë këtu me njëri tjetrin edhe po bëjmë më shumë se çfarë thonë ata në parlament. Po ta them me sinqeritet të gjë. Pra, ajo sigurisht që t'jep atë madhështinë e sallës etj, po aty kanë hyrë dhe analfabet funksional o burr. Njerëz renegat që ti ke shkrujt, domethënë për këto, ke shkrujt se çfarë parlamentesh kemi pas neve, Ndre Mjeda, Gjergj Fishta, Fanoli, njerëz që i kanë dhënë tonin. Edhe Faik madje, se parosi se nuk e ushtroi, po edhe ai u zgjodh Faik Bej Konica, apo jo? Ulon Bej Kalaja, aty do ta mbash Bej Kalaja. Patjetër që po. Se do ta mbash aty në parlament? Patjetër, pse çfarë problemi? Jo, sepse Ali Gëlsyra, deputeti që ishte Ali Bej Gëlsyra, është i pari që unë tha, heq dorë, tha nga ti këtu Bejtha në parlament. Dhe ajo që dorë. Tani, mbas 100 vjetësh kthehet Olon Bej Kalaja. Në rase do jem parlament, po. Në rase do jem, pa tjetër. Qofse ti do jesh në parlament, do ta kesh, do vendosë titullin Bej? Po qa është Bej? Zotnia është, si që është Lord në Angli, është i titull që e ka majtë Faik Bej Konica, që është baba i gazetarisë shqiptare. Edhe unë absolutisht do isha shumë i kënaqur në rase do ma lejonin që ta bëj. Gjithsesi unë e kam fituar me parashkrim edhe do e maj, domethënë. E ke të regjistruar? Në Facebook, po. Në Facebook, e më thash në gjënë civile. Dhe i pyete kështu personale. Ore, mirë vetë baba, po prindrit se babi yt një muzikant i njohur dhe unë e kam shumë për zëmër, edhe mamaja, se ajo soprano unë të kam treguar edhe se çfarë këngë ka kënduar. Është e vërtetë, edhe ajo të përshëndet se të ka ndjek herën e kaluar. E bëre gjysht të lumtur. Ai bëhet për 2 gjysht. Po, për herë 2, patjetër. Për herë 3, në fakt se 2 fëmijë ka. Ka vllai, ka 2. Po. Por është emocion tjetër nga djali i vogël këtë rast, unë jam i vogël, kështu që djali do të thonë pleqërisë. Po, kështu i bie. Gjithmonë kam qenë, po janë shumë të kënaqur normalisht, si çdo prind, si çdo gjysh shqiptar, besoj unë. Edhe unë besoj që familja shqiptare duhet konsolidohet. Jam pro familjeve të mëdha, ta them me sinqeritet. Sigurisht është gjë normale ti je pro familjes me Orlon, çfarë thua? Po. Jo, familjet e mëdha kanë bërë Shqipërinë. Ti e marr me dokumenta, shikojmë tekstet, domethënë edhe deklaratën e pavarësisë. Po ti je pasardhës si cilës familje Kalaja? Shiko, origjina ime është nga Preza, ne kemi qenë familje Bejlerësh, domethënë Prez, kemi qenë zotrus të asaj zone, njerëz që kemi pas shumë afër arsimin, kemi njerëz që kanë mbaruar pothuajse të gjithë shkollën e lartë. Familja ime domethënë ka qenë shumë e lidhur me oborrin mbretëror. Fillimisht, gjyshi im ka qenë sekretari i Qazimulletit. Si quaj gjyshi? Halim Kalaja. Halim Kalaja. Po, ka marru Harry Fulcin. Shkollë teknike amerikane? Po, pastaj edhe ka taku Harry Fulcin, domethënë se i ru kujtimet e veta aty. Kanë bëj herë një grevë aty për tek ushqimi etj, na kanë treguar historira. Është një familje e tillë pra, domethënë gjyshe ime ka mbaruar gjimnazin femëror Donika Kastrioti, janë dashuruar me njëri tjetrin e pastaj kanë lind breza të tjera. Donika Kastrioti ku? Në Shkodër, gjimnazin femëror. Që kanë marruar shumë. Po nga linja femërore, çfarë mbi emri? Gjyshe? Gjyshe ime është nga Tropoja. Është nga Tropoja? Është Tropojane, po. Andaj e 190. Andaj e 190, tani e kuptova, po. Edhe kjo është historia. Ti ke lidhje me Kalajat e Tiranës? Ne duhet jemi kushërimi i pjesë të Kalajit. Tani Ardiana Kalan çeke? Jo, nuk e kam gjë. Nuk e ke gjë? Jo.
Po një trung do të keni kam përshtypje. Trungu Nuk e di valla se nuk I kam hyrë pemës gjenealogjike. Kë tjetër ke Kalaja ti të njohur, figurë tjetër të Po njohur? nuk e di se çfarë figurash janë, domethënë, po që besoj që domethënë fisi im përgjithsisht është nga preza që kanë zbrit pastaj. Jo, pse ka vajtur familja jote në Fushkëri? Ne jemi internuar në Fushkëri në 44. A jemi internuar? Po, ndërkohë është familja ime u përndoq, po në 44 sepse u quajtëm kolaboracionist, domethënë njerëz kishin edhe me Qazim Ulletin. Gjyshi im ka qenë dhe kryetar komunën Kona Metzogut, sepse atëherë komunat nuk zgjidheshin, komandoheshin si kryetar, emroheshin në Goranzi Gjirokastrës dhe në Suarek Prizrenit, sepse ka qenë një periudhë që Kosova dhe Shqipëria kanë qenë bashkë. Domethënë, Po gjatë luftës. Gjatë luftës dhe ndërkohë me që gjyshi im mbante domethënë këto qëndrime kundër pushtetit, nuk mund të them që ka qenë ai disident shumë I madh, por ka pas përplasje me pushtetin. Shku në Fushkëri pastaj dhe kanë punu punë zakonshme. Do të gjithë jeta ishte aty. Diku në grumullim, domethënë duke mbajt fas gjyshja ime, edhe gjyshi im aty domethënë nga figura që kishte një farë potence në Tiranë, u çun atje dhe pjesën tjetër të jetës aty e kanë zhvilluar. Aulon, cila është e ardhmja e Partisë Demokratike sepse 4 mandate në opozitë është shumë e rëndë. Shiko, Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka që t'i shkurtoj ditët e Edi Ramës. Unë nuk mendoj që Edi Rama mund të bëjë një mandat plot. Mendimi im, si e shikojmë politikën. E ardhmja e Partisë Demokratike do të jetë mirë, Lam, për venimin tim. Kur më? Kur të fitoj edhe të 5-in? Jo, të 5-in nuk ka shans për ta fituar. Po kështu tha edhe për të 4-in. Shiko, unë mendoj që Partia Demokratike do të ketë një të ardhmë të mirë sepse do fillojë një proces analize dhe unë gjykoj që ajo do ditë çohet, do të reagoj. Analiza nuk ka nevojë për leadership. Analiza do jetë horizontale për mendimin tim. Dhe në rast se ne bëjmë një analizë sinqert, ja problemi është duhet vertikale, horizontale. Analiza duhet të jetë gjithëpërfshirëse, pra jo, horizontale nuk e përfshin fare atë kupolën atij që duhet mbaj përgjegjësi. Ata do mbajnë përgjegjësi nga I pari deri I fundit, për mendimin tim. Pra ne duhet kemi raport me të vërtetën mbi të gjitha, përpara se të futemi në politikë. Se në rast se politika nuk ka moral, duhet ketë lloj serioziteti për mendimin tim. Dhe të paktën ne duhet jemi serioz për këta njerëz që na kanë votuar tani. Shiko, opozita I ka 500 ca mijë vota apo jo. Ti jemi realist. Janë njerëz ata janë shqiptar, cilët nuk e duan qeverinë. A ka mundësi? Janë pamjaftueshme. Janë pamjaftueshme, patjetër që janë pamjaftueshme dhe do duhej që të kompozohej më mirë edhe lista me aleatët, për mendimin tim. Aleatët kanë marrë shumë nga Partia Demokratike. Unë kam qenë skeptik dhe e kam thënë para se lista të bëhej. Po, pse e bët më? Po pra. Të pyeti njëri ty? Jo, mu nuk më pyeti. Dhe unë prandaj po e them. Me që s'm ka pyet njëri dhe e thash atëherë, po e them dhe tani. Unë jam njëri I lirë dhe them menimet e mia. Unë mendoj që raporti I PD-s me aleatët duhet të rishikohet sa më parë të jetë e mundur. Janë marrë deputet Partisë Demokratike nga njerëz që nuk kanë pas vota. Po ti nxjerrësh në listë hapur, nuk e fitojnë lagjen e vet. Pra, kthehemi edhe herë te kutia e lagjes, se aty nis gjithçka. Në politik matesh se sa vota ke apo jo. Unë kisha bëj betim Erlan me veten time. Në rast se unë nuk do fitosha Fushkëruj, nuk do shkoja më në Fushkëruj. Për me bë politik. Nuk do shkoj më? Jo. Po unë dita lexoj votën, po ç'është kjo histori? Shkoj në Fushkëruj kurtum? Dhe tani I kam dhënë fjalën atyre njerëzve do jetoj atje dhe do zhvendosem atje. Se do I kishin atje? Po patjetër. Do shkosh do jetosh po, patjetër. Ç'do bësh atje? Po do rri atje. Por më ç'do jetosh? Respektuar njerëzit. Unë do vin, do punoj, do bëj vajtë ardhi, nuk ka asnjë lloj problemi për mua. Fushkruja 18 kilometra larg është nga Tirana. Më respektuar njerëzit, patjetër, ja kam detyrim atyre njerëzve. Tani nuk edhe do merrem me kauzat e qytetit. Nuk të pash të kjo ndeshja Shqipëri-Serbi, se ti ke ato kauzat e tua, edhe ato patriotike. Unë nuk jam patriot stadiumi, më burr, a kupton? Unë kam kundërshtuar. Unë kam kundërshtuar mini Schengenin ballkanik, që kam qenë kundër mini Schengenit për Jugosllavinë e re sipas meje. Unë nuk kam kundërshtuar ardhen e Vučićit në Tiranë. Jo, siç bëri vetëvendosja. Rrim te kjo. Jo, po kjo është shumë e vërtetë. Me 21 dhjetor 2019, në Shqipëri, në Tiranë erdhi Vučići. Disa kundërshtuan ardhen e Vučićit në Shqipëri. Jo, unë nuk bëra protestë për ato, unë bëra protestë për mini Schengenin ballkanik. Rrim të ndeshja, kalojmë të ndeshja. Ndeshjen e pashëm Fushkrujen me qytetarët e mi. 200.000 lekë bileta. Ku ti marrën 200.000 lekë me shkum stadium? Për 90 minuta me harxhu 200.000 lekë, është çmendurim apo? Më erdhën 2 bileta, ta them me sinqeritet, nga një injorim. Po. Edhe më than, kushton 200.000 lekë. Për 20 vjet nuk shkojnë në stadium me 200.000 lekë. Ç'është kjo histori më burr?
shumë shtrenjtë për mua. Nuk e di se si janë çmimet e tjera. Unë kam qenë në Gjermani, kam parë neshje. I lexove 20-30 euro kam ble biletën. I lexove komentet e medias serbe? Po i kam pa pak a shumë komentet. Përsa i përket ndeshjes, po thua? Pritjes të tifozëve që quhen terrorist. Ato kanë probleme me veten Orland për herë. Do më thonë, qëfëse ka i kom me veti vetë shkatruse, është Serbia për menimin tim. Ta them me sinqeritet. As jam folklorist, as unë e kam studiu pak a shumë, ata kanë probleme me Shqiponjën tonë. Këtu mbaroj gjithë shka për menimin tim. Pra, kur shikojnë Shqiponjën... Ata e kanë kështu si e bezje e kuqe demave. është problem ajo. Do më ke probleme me vetën për menimin tim. Nuk mund të shiko, a u morën me ideal të vogël që ngriti durët aty të... Që është kjo? Shqiponja është krenari, është i përket ne quhemi toka shqipeve, apo jo. Shqipja është një nga shpendët që fluturoj lirë, apo jo. Dhe ka shumë karakteristika. Ata e kanë frikë Shqiponjën, ata janë me tribujnicën akoma. Okej, Aulon, kemi ardhur në fund të kësaj bisede. E këndshme si gjithmonë, po ti ke një bravo të madhe që arritet të bësh që një institucion si KAS të rinumëroj votat në qarkun e Durrësit. Se kemi dhe qarkun e Tiranës dhe të Fierit. Patjetër. Unë s'të pyeta për ato dyja se ti je në Durrës. I përshëndes dhe ato të dyja që po hapë. Po pra, se është ngjarje jashtëzakonshme. Absolutisht. Kjo për mua nuk i përket dhe nuk i duhet vetëm PD-s, jo, po edhe Partisë Socialiste. Bravo. Se kjo shumë e rëndësishme. Se aty sikur të jetësuar vota edhe një vot jetë jetësuar, ajo i takon X personit. S'ka pse ta ketë tjetër. Përveç kësajt, dhe i koment fundit, unë mendoj që ne do kemi zgjedhje më të mira herën tjetër, sepse këtu do dalin të palarat e rinumërimit. Pra, çdo kush që do jetë në numërim zgjedhje të tjera, do ketë mend në kokë. Kaq, për këtë po e bëjmë gjithë historinë. Okej, ky ishte dekalogu për sot nga Ura Lançafoku. Mirupafshim.